Plazhi i Shëngjinit është një nga vendet më të populluara gjatë sezonit të verës dhe jo vetëm. Pushues shumë nga gjithë vendet bëhen pjesë e Shëngjinit, duke e bërë atë një nga plazhet më të vizituara në Shqipëri. Pjesë të rëndësishme të turistëve e përbëjnë pushuesit kosovar, të cilët duket se janë përshtatur më së miri në këto brigje. Hotelet të shumta u janë vënë në dispozicion të gjithë pushuesve në mënyrë që të kenë mundësinë të akomodohen me kushte nga optimale deri tek më luksoze. Një pushues shpreh kënaqësi që ka marrë gjatë qëndrimit në Shëngjin. Kisha kohë po ardhur në Shqipëri dhe u interesova për një vend sa më të qetë pushimi. Disa miq të mi më sugjeruan bregdetin e Shëngjinit dhe me të vërtetë çdo ditë që kalova ishte e mrekullueshme. Por jo gjithmonë kjo është e mjaftueshme, që pushuesit të ndjehen të kënaqur. Edhe pse mbushur plot me restorante, të cilët mund të gatuajnë shumëllojshmëri ushqimesh dhe me hotele të cilët mund të ofrojnë kualitete të ndryshme shërbimesh, mund të themi që mbi popullimi mund të krijojë bezdi tek pushuesit. Ajo që vihet re është se pushuesit e kanë tendencën gjithnjë më shumë të prirën ndaj vendeve me pak të zhurmshme. Një mundësi të tillë brenda plazhit Shëngjinit e ka të vështirë ta realizohet. Por ndërmjet Shëngjinit dhe Velipojës, natyrisht pjesë e Shëngjinit ndodhet një nga perlat e bregdetit shqiptar, e cila ka arritur që t'i rezistojë me sukses ndërhyjes nga dora e njeriut dhe fenomenit të shumë përfolur të betonizimit të bregdetit. Zona, ashtu siç edhe nga vendasit njihet si Rana e Hedhën, mund të flasim vërtet për një perlë të bregdetit shqiptar, sepse kemi një ndërthurje të malit, detit dhe rërës, e cila është në një vazhdimsi nga shpati i malit deri në breg të detit, duke krijuar një bashkim të natyrshëm dhe një pamje mahnitëse. Rana e Hedhën me një vijë bregdetare 4 kilometra dhe larg qytetit të Shëngjinit rreth 2 kilometra, mund të thuhet që përbën të ardhmen e turizmit bregdetar. Problemi i vetëm mbetet rruga, e cila është thjesht e hapur dhe me kaldrëm. Por pavarësisht kësaj, një numër i madh pushuesish nuk pengohen që ta vizitojnë atë. Ndërsa sipas kryetarit të komunës së Shëngjinit, së shpejti do fillojnë punimet, sepse tenderi për rrugën që lidh Velipojën me Shëngjinin është akorduar. Por një problem është se si do ndikojë rruga që kjo zonë të pushtohet nga ndërtimet. Të cilat do t'i prishin pamjen dhe atë natyrshmëri, duke mos lënë asnjë element dallues nga pjesa tjetër e Shëngjinit. Asgjë nuk duket shqetësuese në fillim, përsa kohë të gjithë janë të interesuar të kenë një rrugë të mirë për të udhëtuar sa më komod. Por i vetmi problem që mund të ngrejmë është se sa do arrijë të rezistojë betonizimit kjo pjesë e bukur, duke qenë se edhe ky është një nga shumë elementet që përbën veçantinë e këtij plazhi. Natyrisht kjo mbetet për të parë dhe se sa seriozisht do punohet në këtë drejtim. Por pavarësisht të gjithave, mund të themi që një gjë është e sigurt, një zonë e tillë kërkon një angazhim të madh, i cili i tejkalon kufit lokal, sepse po të mbetet e tillë e ka shumë të vështirë të jetë në vit të parë për sa i përket rëndësisë turistike.